Të dashur miq të librit, këtë javë me rubrikën tonë kemi vendosur që të zhvendosemi aty ku ndodhet shtëpia e librit për këtë javë, e pikërisht në panairin e librit 2011, për t'ju prezantuar me të gjithë librat e rinj që nxirren në treg dhe promovohen në këtë panair. Në shtëpinë e librit kemi zgjedhur të prezantojmë të parin një shkrimtar italian, Raffaele Nigro, që këtë panair ka ardhur me librin e tij, Ditari për Shqipërinë. Një libër që tregon udhëtimin e Nigros në Shqipëri, në periudha të ndryshme dhe ndryshimet që ai ka vënë re gjatë gjithë vizitave të tij në Shqipëri. Vetë autori na tregon për atë pjesë të Shqipërisë që pasqyron në këtë ditar. Come si appare l'Albania in questo diario, in questo libro? Beh, il diario racconta 20 anni di rapporti tra me e l'Albania. Ditari tregon 20 vjet ndërmjet meje dhe Shqipërisë. Unë erdha në Shqipëri herën e parë në verën në vitit 1990. Ishte akoma regjimi i Ramizalis dhe njoha shumë shkrimtar shqiptar, por sidomos njoha një popull të vrarë dhe të heshtur. Kur u ktheva në shtëpi, shkrova disa reportazhe dhe mbresët e mia në shëtitjet nga veriu në jug, nga Kuksi në Gjirokastër. Desha të realizoja një lidhje shkrimtarësh të Adriatikut, por nuk munda, pasi në atë periudhë ishin të mëdha vërshimet e emigrantëve në Itali. Unë dhe shokët e mi intelektual ishim të nxehur me mënyrën se si shteti italian i trajtonte shqiptarët. Më pas u ktheva në 94-ën për të krijuar një lidhje midis Universitetit të Tiranës dhe atit të Puljas. Më pas në 94-ën, në kohën e luftës, kur disa hajdut financiar vodhën të ardhurat e emigrantëve, në atë periudhë pash një Shqipëri të shkatruar dhe nuk mendoja që ky vend mund ta merrte veten përsëri. Që kur u ktheva në 99-ën e çdo vit më pas, gjeja një mrekulli ekonomike, makina, ndërtesa të mëdha deri në qiell. Sot e shoh Shqipërinë me një lëvizje të madhe. Shqiptarët janë populli më në lëvizje në Evropë, janë populli që kanë hyrë në modernitet shumë shpejt. Dua të bëj një apel, shqiptarët të mos e shkatërrojnë atë pjesë antike që i ka ngelur këtij vendi. E nga ky shkrimtar italian, do të kalojmë tek një shkrimtar shqiptar, Arben Puto, për të mësuar më shumë rreth një pjesë të errët të historiografisë tonë, luftën italo-greke dhe ndikimin e saj në shtetin shqiptar. Të gjitha të pathënat rreth kësaj lufte vjen në titullin Lufta italo-greke, diktatur e Quisling. Për më shumë detaje rreth tekstit na flet vetë autori. Unë nuk e trajtoj luftën italo-greke nga pikpamja e zhvillimit operacioneve ushtarake në front. Këtu ka sigurisht disa gjëra që duhen përmendur, që grekët marrin një pjesë të caktuar të territorit shqiptar, etj. Italia pëson një disfat të tmerrshme, po kryesorja është si usua klasa e vjetër shqiptare të qëndrim mbajti kundrejt okupacionit. Bashkëpunoj. Prandaj tema kryesore e punimit tim është kolaboracionizmi. Kolaboracionizmi në kohën e Italisë, apo jo, nga 39 deri në 43 kur kapitulon Italia, dhe kolaboracionizmi i themun edicioni 2, do me thënë, nën okupacionin gjerman. Këta pretendonin sikur po bënin vepra të mëdha, po realizonin unitetin kombëtar, bashkimin e të gjitha trojeve. Në të vërtet, kjo ishte një fiksion, qëndronte, sepse ishte koha lufte, dhe nuk dijej ku si do të mbaronte, kuptoj më ashtu. Kështu që të vetmin gjë që kanë bërë dëm, sepse në konferencën e paqes në fund të luftës, Greqia shfrytëzoi pikërisht këto argumenta, më thënë bashkëpunimin e tyre, për ta quajtur Shqipërinë një vend fashist, një vend i lidhur me boshtin, dhe si vend bashkëfashist, si vend i mundur në luftë, ajo duhet paguante. Dhe duhet paguante Vori Epirin. Në këtë konferencë, delegacioni greku mundua të thoshte se s'ka pasur kurrë rezistencë. Rezistenca shqiptare ishte e njohur që në deklaratën e fuqive të mëdha në dhjetor të 42-shit. Kështu që kur Greqia shtroi për shqyrtim projektin e Vori Epirit në konferencë u hodh poshtë. U hodh poshtë, por ajo nuk e tha që nuk e njoh, do ta mbaj të gjallë. Fakte të pathëna dhe në librin e historisë së Shqipërisë do t'i gjeni në këtë libër me detaje dhe fakte reale.
Nga një libër historik, do të kalojmë tek një monografi të titulluar Udhëtim nëpër vitet e jetës sime, që mban për autor Skënder Haskon. Ky libër na çon në momentet kyçe të jetës së këtij autori, marrëdhëniet e tij me familjarët, miqët, kolegët dhe letërsinë. Do me thënë kam filluar që në fëmini e deri në 2007, se aty e kam afërsisht e kam përfunduar, tërë jetën time 73-4 vjeçare, se tani jam 76 po mbush. Kështu që kur them jetën time në marrëdhënie me njerëz, me familjar, me të afër, me miq, me shok, me të punës, do me thënë gjithë jeta ime, sigurisht duke qëmtuar, sepse së mund të shkrua çdo gjë që vjen përpara, por duke qëmtuar ato që kanë lënë më shumë mbresa në jetën time, siç mund të lërë mbresa në jetën e çdo njeriu, në jetën e tij, veprimtaria jetësore e çdo njeriu. Kë ngjarje veçoni si më të rëndësishme dhe që ka zënë një vend më të rëndësishëm në librin tuaj, ngjarje nga jeta juaj? Ngjarje ka pasur shumë, po kanë qenë ca pikante që si të thuash ndikojnë të çdo njeri. Edhe këto janë, si thonë, martesa, fëmijët, martesa e fëmijëve, edhe ndarjes nga jeta të njerëzve të afërt. Këto janë ato se pastaj në punë, në shoqëri ka gjëra, po nuk arrin atë shkallë të lartë që të lërë mbresa aq të thella, për shembull gëzime dhe dhimbje, si thua që është ka njeriu. Ka zënë më shumë vend jeta juaj personale apo jeta juaj në të shkruar si shkrimtar? Në përgjithësi unë edhe në titull thuhet udhëtim nëpër vitet e jetës sime. Sigurisht që unë jam kudo personazh, edhe vetiu ndoshta del një çik më shumë, sepse i tregoj unë ato që kanë ndodhur. I tregoj unë marrëdhëniet me familjarët, me shokët, me miqtë, me punojësit, me punën që kam pasur e bërë në disa vende pune. Do të kalojmë në disa tituj të tjerë të rinj që janë prezantuar për herë të parë në panairin e librit, në edicionin e 14 të tij. Nasi Lera vjen për lexuesin shqiptar me librin Sytë e Sofis, një libër që mbart brenda dhimbjen, e kjo dhimbje mbar dhimbjen e secilit prej nesh. Qyteti i vogël H nuk ekziston askund, por ne jemi detyruar të jetojmë brenda tij, pasi dramat që përjetojmë aty personazhet e këtij romani nuk kanë kohë dhe kufi, janë dhe dramat tona. Besnik Mustafaj vjen në librin Legjenda e lindjes sime, 100 poezi në 10 vjet. Një përzierje krimtarisë poetike e shkruar në 10 vjeçarin 1976-1986. Poezi që janë shkruar dhe bartin momentet më të vështira për kulturën e Shqipërisë në përgjithësi. Poezi që bartin subjektivitetin e autorit. Fabio Volo vjen me librin Koha që do të doja, historia e Lorenzos, i cili nuk di të dashuroj, ose më saktë nuk di ta shfaq dashurinë. Për këtë arsye ai gjendet përballë dy dashurive të vështira, që duhet i fitoj e që duhet t'i rindërtoj. Dhe libri fundit që do t'ju prezantojmë për këtë javë titullohet Shpresa dhe gënjeshtra, libër i autores Marian Case. Historia e anës që pëson një aksident automobilistik dhe një mëngjes ngrihet në sallonin e shtëpisë së prindërve në Dyplin, që bë puna e saj si agjente me publikun, ku është bashorti i saj i dashur. Të gjitha këto do t'i zbuloni në këtë libër.